pjesa dërmuese të deputetëve do të jetë të njëjtit. Lëvizja i ka kushtuar kujdes edhe për falsimin e Lista besoj që është ashtu siç ka qenë, një ndër listat më të mira. Besoj që do të ketë edhe emra të ri. Performanca e deputetëve aktual vlerësohet, siç e thash, besoj që kemi bërë një punë të mirë për këtë kohë kaq të shkurtër, andaj pjesa dërmuese të deputetëve do të jetë të njëjtit, ndërkohë që paketës do të ketë edhe emra të ri. Dhe do të jetë një listë përfaqësuese, sepse e dini që në cilat porozhjetje lëvizja i ka kushtuar kujdes edhe për falsimin e kategorive të caktuara, grupeve të ndryshme edhe sociale, por edhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme. Kështu që besoj që do të vazhdohet një jetë edhe në porozhjetje. Pavarësisht, domethënë, aty në marrëveshjet që quhen marrëveshjet e koalicioneve të ndryshme, insistimi jonë është që të garojmë me llogon e LDK-s dhe të tjetën bëhen pjesë e kësaj fitorie ose ambicës tonë që të fitojmë zgjedhjet e 7 qershorit. Tash lista besoj që është ashtu siç ka qenë, një ndër listat më të mira, por kësaj radhe mund të ketë edhe rikthem të figura të cilët për një moment kanë qenë pasiv ose nuk kanë qenë aktiv si pjesë e kuvendit të Kosovës. Ka interesime të degë, domethënë në përfaqësim, që të kenë përfaqësim të figura, por kjo është në neutralitetin personal, domethënë nëse njerëzit kanë ambicie, përndryshe pa pasur ambicie, askush nuk mund të bëjë pjesë detyruese të listës sonë garuese. Edhe pjesa tjetër është ajo që tashmë dihet publike, rikthimi me marrëveshje ose rikthimi natyral i Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk kemi kufizime, domethënë, kjo është edhe një diçka pozitive sepse po japim diçka nga sovraniteti jonë politik, sepse LDK-ja gjithmonë ka garuar me seriozitetin më të madh, edhe në të kaluamën kryetari i ka dhënë numrin 1 një kandidati tjetër, kjo ka ndodhur me Vjosa Osmanin, me Abdullah Hotin, domethënë nuk është rrisim brenda nesh, oferta është gjeneroze, domethënë nuk ka ndonjë kufizim, mund të jetë deri në 20 persona. Po do të ketë përfaqësues për çdo zonë, për çdo treve, do të ketë 190 kandidate ashtu siç parashitet në rregullore dhe do të garojmë fuqishëm këto zgjedhje. Besoj që do të ketë edhe emra të ri. Jemi tash me 100 afatet kohore ligjore, po afrohen data 12 maj është data kur duhet të dorëzohen listat zgjedhore. Ne kemi filluar paraprakisht edhe përgatitjen. Ju siç e dini jemi edhe në proces zgjedhor të mbrëmshëm, në proces zgjedhor të mbrëmshëm, kështu që e kemi një parafushat edhe jemi të mobilizuar në këtë proces.